Tani kemi nevojë që në studio të kemi një vibe ndryshe. Do të sjellim pak muzikë. I ftuari i radhës është Naim Hoti, një këngëtar i cili do të na flasë për vështirësitë, ëndrat dhe karrierën e tij, por në fund pak performance live. Naim, përshëndetje dhe të falenderoj që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe. Përshëndetje dhe faleminderit që më ftuat në emisionin tuaj. Kënaqësia ime. Naim, doja të di se cila ishte ëndra më e madhe që kur ishe në hapat e tua të parë të muzikës. Po ëndra ime që i vogël kam kënduar dhe në momentet e para që më dha mundësia desha që të aktivizohem për sa i përket këngëve. Kur t'u dha mundësia? Unë kam jetuar në Greqi prej shumë vitesh edhe kënga ime e parë ka qenë në vitin 2011. Dueti me këngëtaren greke. Dhe doja të pyesja, si lindi ky duet? Ishte ideja ime sepse nuk ishte bërë një duet i tillë mes një këngëtarie greke dhe një këngëtari shqiptar. Domethënë, kënga ime është dueti i parë greko-shqiptar që është bërë. Edhe kishte shumë shikueshmëri. Si e priti publiku? Ishte diçka jashtëzakonshme në atë kohë. Kënga u prit shumë mirë, sidomos nga publiku shqiptar, sepse siç thash ishte kënga e parë që u bër një duet greko-shqiptar dhe ishte shumë e mirë dhe shumë e bukur edhe për mua për të tërhequr vëmendjen e publikut. Se siç dihet është vështirë, rruga muzikore nuk është e lehtë. Që të depërtosh në tregun muzikor dhe të tërheqësh vëmendjen e publikut. Por kjo ishte ideja që nuk ishte bërë një duet i tillë, duke parë që neve si shqiptar me Greqinë, domethënë shteti shqiptar, populli shqiptar kemi ca ndryshime, ca ndjenja, ca gjëra, edhe ishte ideja që të promovoja diçka të tillë. Çfarë të shtyu të bashkëpunoje me një këngëtare greke dhe jo shqiptare? Pse zgjodhe pikërisht një këngëtare greke? Po kjo ishte ideja që nga që nuk ishte konsumuar kjo rrugë të sjell diçka të veçantë. Domethënë ishte tip strategjia. Strategji dhe po thuash një thik me dy presa, por ishte diçka që mund të tërheqë vëmendjen e publikut. Ti the nga shqiptarët u mbështet shumë, dua të di po nga publiku grek. Jo, unë kam kënduar shqip, për publikun grek nuk kishte shumë impakt kënga, nuk kishte shumë impakt, por nga shqiptarët jam përkrahur në masë shumë të madhe. Domethënë kam marrë mesazhe me qindra mira mesazhe dhe urime, edhe shqiptarët që jetonin në Greqi janë ndjerë shumë krenar për duetin që kam bërë. A je tërhequr ndonjëherë nga muzika, ke bërë ndonjëherë në një periudhë pauza? Jo, nuk mund të thoja që jam tërhequr, ndoshta tërhequr plotësisht jo, po jo shumë aktiv. Ndoshta nuk kam qenë shumë aktiv në disa momente. Ke bërë një pauzë? Kam bërë një pauzë në disa momente, kam punuar ca këngë, por jo shumë aktiv si në kohët e fundit, domethënë. Po cilat ishin arsyet që të çuan në këtë vendim? Arsyet ishin vetëm bashkëpunimi, domethënë që të bësh diçka të bukur duhet të kesh edhe njerëz të duhur. Në një kohë që unë isha pak pauzë, ishte sepse nuk kisha njerëzit e duhur që të punoja. Domethënë muzikant. Unë dua të di se çfarë të motivon të rikthesh në skenë dhe të mbash ëndrrën tënde. Unë e kam dashur gjithmonë muzikën, e kam adhuruar që i vogël, e dua dhe sado vështirësi që të ketë, nuk kam heq dorë, nuk heq dorë unë lehtë nga kënga. Duke parë rrugtimin tënd artistik, a mendon se i ka arritur objektivat që i kishe vendosur vetes? Jo, asnjëherë nuk arrin objektivat. Thjesht vazhdon të punosh gjithmonë që të sjellë gjëra të bukura. Çfarë synimesh ke? Po kemi duke punuar ca këngë shumë të bukura. Tani pas një pauze të vogël jemi rikthyer shumë fuqishëm. Kemi punuar 5 këngë të reja, të cilat jemi duke xhiruar klipet dhe duke i përgatitur klipet dhe kjo verë do të jetë shumë e zjarrt, shumë e nxehtë. Do të kemi këngë të reja pothuajse çdo muaj. Me një bashkëpunim ndonjë të huaj? Jo. Gjitha këngët i kam single, domethënë. Solo. Po. Super, është e vështirë të depërtosh sot në tregun muzikor? Mua më pëlqen shumë. Është shumë vështirë. Jo, vështirë, ka qenë më shumë vështirë. Sot është pak më lehtë për sa i përket rrjeteve sociale, sepse në kohën që kam vazhduar unë këngën nuk ishin rrjetet sociale dhe
ishe si thuash, kaloje nga një dikush tjetër që të deportoje, tek publiku. Ndërsa sot është më e lehtë sepse janë rrjetet sociale dhe ti nëse bën diçka të bukur, edhe si diçka të bukur mund ta promovosh shumë lehtë në publik. Domethënë publiku të mëson shumë shpejt. Domethënë rrjetet sociale janë një benefit shumë i madh për këngëtarët. Shumë. Në rrjetet sociale je më shumë vetvete. Nëse je talent, sjell diçka të bukur, rrjetet sociale të promovojnë më shpejt se sa. Doja të di se cili ka qenë momenti më i vështirë në rrugtimin tënd artistik. Momentet vështira ka sa dush. Karriera muzikore, si çdo karrierë, si çdo profesion, është e vështirë edhe aq më shumë në publikun shqiptar. Sepse dihet ne jemi në të ndamë në shumë shtete, në shumë zona, jemi me krahina, edhe nuk jemi shumë të unifikuar. Përpara ka qenë më vështirë. Sot them që me rrjetet sociale jemi shumë, por pengesa ka gjithmonë. Thjesht nuk duhet që të dërzohesh. A ke ndjerë ndonjëherë sikur publiku nuk e vlerëson punën tënde? Jo, asnjëherë. Jo, më kanë pritur shumë, më adhurojnë shumë, më kanë pritur shumë mirë dhe presin, shiko, artistin publiku e mban gjallë. Domethënë mesazhet, urimet që merr, aty merr edhe përgjegjësi që ti të sjellësh diçka më të bukur. Aty është forca. Kush ka qenë personi i parë që të ka mbështetur gjatë gjithë rrugtimit tënd? Po, familja ime, vëllezërit e mi, rreth i ngushtë, dhe pastaj vjen me njerëzit me të cilët do të punosh, do të kompozosh. Aty është dhe forca që bashkërënditet, domethënë, muzika me zorin dhe me talentin që ke. Shumë e bukur kjo. Doja të di, nëse do kishe mundësi të ndryshoje diçka në gjithë rrugtimin tënd, çfarë do ndryshoje? Asgjë. Jam munduar që, domethënë, nuk pendohem për asgjë që kam bërë deri më sot në mënyrën që se si e kam sjell. Nuk mendoj që do të kisha pendim që të ndryshoja diçka. Jam munduar që ta sjell sa më bukur, aq sa jemi mundur. Çfarë mesazhi do t'u jepje të gjithë të rinjve që janë futur rrugës artistike muzikore? Të punojnë fort, të jenë vetvetja, të duan dhe të adhurojnë atë që bëjnë dhe mos të ndalojnë. Mos të dorëzohen asnjëherë. Tani doja të di se cili është ai artist shqiptar që ti e vlerëson më shumë. Kemi shumë artistë shqiptar të mirë, të mrekullueshëm. Nuk doja që të veçoja emra, por kemi zëra të mrekullueshëm në gjithë muzikën shqiptare. Ti çfarë muzikash ngjon kryesisht? Dëgjoj, më pëlqen popullore, moderne, folk, domethënë baladat, por dhe muzikë lehtë. Unë kam dëgjuar edhe gjitha gjanat, që i vogël kam dëgjuar muzikën. Domethënë, nuk kam sigurisht që interpretoj balada popullore, folk, por dëgjoj të gjitha rrymat. I dëgjoj. Me këtë doje të kishe një bashkëpunim? Nuk e di, t'ja lem kohës. Na e zbulota një? Jo, nuk kam, më mirë ta lem surprizë. Nuk kam diçka në mendje, të them drejtë, nuk kam diçka. Në rregull, unë tani do doja një performancë nga ana jote. Unë do të performoj pak gjëra nga këngët e mia me kitarë. Sigurisht që nuk në kitarë nuk jam shumë i mrekullueshëm, por thjesht do të kontribuoj, do të menaxhoj pak, e kam për shoqërimin e zërit tim. Të me thënë ca akorde, edhe do të sjell ca pjesë nga këngët e mia të reja që kemi punuar. Jo këto që do punojmë. Që keni punuar. Që i kemi në publik. Sepse të tjera do t'i lëm surprizë. Kjo është shumë e bukur dhe ne tani do të kemi kënaqësinë të të dëgjojmë dhe ta shijojmë, ta ndjejmë këtë lloj vibe që do na sjellësh. Okej. Po vjen, sonte me mu me dal, e krita qka ti do në zemra, unë ti do t'i fal.
Apo vjen sonte me mu me dal e kreta qka ti do n'zemra unë ti do t'i fal a thu gaboj që shumë të du s'mutri pa ty si ti pa mu nëse t'lëndoj e zemra t'vem fal ma o shpirti jem a thu gaboj që shumë të du s'mutri pa ty si ti pa mu nëse t'lëndoj e zemra t'vem fal ma o shpirti jem O ahmanet, çka kalum bashk Kujt mos i ka vzo E si që lëndove zemrën teme Kujt mos ja lëndo A pa ty jam akull Zemra gjak piko Mos harro se vjeh një dit Dikush ty të lëndo Ti ma e mira Që me sy kom pa Ama mu, zemër ama mu Nuse du me t'ma Kjo është për ty Falenderoj. Ishte shumë e bukur dhe mbyllja më e bukur e këtij programi ishte kjo. Unë jam shumë i lumtur edhe t'uroj shumë sukses edhe juve, edhe shumë faleminderit që më dhat mundësinë që të jemi në emisionin tuaj. Shpresoj që mos jetë hera e fundit. Dua që të marrim pjesë përsëri.